tani se ti se ta ky. Ti llapa Madrid e the ti atë fjalën, okay? Më bëri pronarin tënd. Nuk e di, mendimi është i ti ai do të kërkoj falje mua. Por ti ishe bashkëpunëtor. Ishe bashkëpunëtor. E ka parë nga jashtë. Se ti e ndjen që unë jam, ti je pronarim. Ti e ndjen që ti je pronarim. E ndjen që je pronarim ti. Je pronarim ti. E ndjen që je pronarim. I ka i pronarim. Hajde pra. Mbaj, thua jo, mos vazhdo mbaj lojën atyre. E ndjen që je pronarim. Je pronarim. Je pronarim ti. E ndjen që je pronarim. Do bëri ky dhe ti the, okay, dakord. Është e vërtet. Është e vërtet. Dakord. Po rrio mirë, më qafsh. Se çast te aty the, llapin e fundit, pse se përsërit fjalën këtu? Pse nuk e përsërit fjalën këtu? Pse nuk e përsërit fjalën? Kapem, se se manku as për hanin me dy porta. E di unë pse. Jo, nuk jam manku as për hanin me dy porta, okay? Han me dy porta. Dakord? Au, e ke thënë ti. Ti e ke thënë. Jo, ti e di shumë mirë çka konotacioni thuhet ajo, miri. Chill, sepse isha vetëm unë aty. Ke thënë, jo, e pranon që më pas ke drejtuar mua, sepse më gënjeve, më tes ta kam thënë ty, se kështu thua ti gjithmonë, nuk ta kam thënë ty. Jo pra miri, sepse kur jemi si arru bashkë, më ke thënë shko si arru me Nestin, okej? Mbylle gojën, nuk jam shpatlla jote unë, mbylle ti mbylle gojën. Sot nuk e jo, ke ikta ik. S'kam qenë kur shpatlla jote. Absolutisht jo fare, ai të paktën është i sinqert. Dua të nxjerr jashtë. Ti nuk je. Je mashtrus. Për këtë pjesë është. Ai mund të gënjej ty. Mua s'më ka gënjur ndonjëherë. Ma ka thënë troç. Dua të nxjerr Milona, më ke thënë gjithmonë kështu Kristi. E ka thënë vazhdimisht. Ti thua të kundërtën. You're a liar. Je gënjeshtar, je mashtrues mirë. Dhe je ofendues. Absolutisht jo. Je ofendues. Okej? Sepse këtu më ke thënë nuk e kam patur për dy hanë me dy porta dhe sapo e pranovi që e pas ke patur për mua. Dhe prap, edhe mbrëm, ktheja atë fjalën dhe te se kisha me ty. Me ka e kishe? Kush e di atë fjalën? Kush e di atë fjalën përveç meje? Kush e di atë fjalën? Thuaj edhe një herë, pse nuk e thua? Pse nuk e thua? Thuaj edhe një herë kujdes mikrofonit. Thuaj edhe një herë fjalën. Thuaj. Ti ç'athe? Ti ç'athe? Pse se thua edhe një herë? Kush ma tha mua? Kush ma tha mua? Kush ma tha mua? E the ti. Ti e the. A do të ti e the, se tha njëri tjetër, ti e the atë fjalë. Thuaj edhe një herë për kapën të kujdes mikrofonit. Nuk e di ti këtë muhabet, nuk e di njëri ti vetëm ai. Qose jenë makinë me mu, edhe ti e hanë me mu tash. Sepse si ti thua ti, nuk guxon kush të të morë, për jashtë as mu nuk guxon kush ta thot atë fjalë. Ku do futesh burger? Jo unë marr vlla. 3-1-3, 31 dhe 3 në ball. Ti mirë që je shfrytzues, po ti ofendus tani ke. Bravo, ja, ta zoni vendin. Finale me Gretin Kristi. Po i rrit ti dafër. Ja po i rrit tu afër. Ta zoni vendin. Ta zoni ty. Po, ma zoni halal. Se e kam grof, a kupton, pa kja ka eftofme, s'pas kem grof gja. Se kam të madhe. Okej, falemners për ofendimin. Qufo. Jo, unë po the për vetën time. Faleminderit. Qufo. Qufo. Por se s'ka ardhë momenti, lona për me i tërgu neve banorve se qa ka mes jush, s'ka ardhë. Për ne s'dim gja. Prap ne edhe një hymë bisy. Troç, nëse do me ecë tamam, edhe publiku të respekton, ti do të me i thënë 1, 2, 3, 4, 5. Po ky paska, aqi diçka mbi tejet informacion që si duket ti unë i ke ofendume, a kupton edhe pranoj ky është shu tralala. Se edhe Selin nuk e ka kput akoma, po kam frikë se e kput ky Selin para Selin Spit. Po. Ajo do nollin. Ti ishi pasër. Inkoherenca. Po inkoherenca. Ç'e inkoherenca? Duhet me thënë faleminderit ta ndjesh nesër, jo sot. Nesër. Se unë isha ndarë, nuk do mesha me të deri ditën e Selin, të lidhje që ke thënë edhe ti për Kristin. Unë nuk e përqafuaj kur Kristin. E ke vajtur ke përqafuar. Të lutem, Selin je shumë fake. Të njëjtën gjë, ai të ofendoi vajte e po duhet për lojë. Je shumë fake. Ke thënë për Inën, nuk ja ke dhënë dorën, ke thënë unë nuk dua të rri në një shtëpi me Inën, se dhe mirë shkove te krevati Inës. Hajde Selin, qafsh. Je shikon se nuk e shikon më. Je totalisht fake. Je me 700 milion fytyra. Atë ke thënë për Inën më motor. Atë ke thënë, e ke ofenduar. Ti ke qenë personi i parë, ti feministja e madhe. U reagove se tha Greta diçka për objektifikimin e femrës kur thashën pse më objektifikoni vazhdove bërë kafe, nuk the asnjë gjë. Ti ajo, okay? Dhe çfarë nuk më ke thënë edhe mua? Çfarë nuk më ke thënë? Dakor? Ta
Ta marrë Urdhro? pasqyrë, ta shohësh vetën. Jo, ja, po shikoj përballë. Po shikoj përballë, patjetër. Prandaj e ka Çfarë do të thuash? Çfarë do të Prandaj e ka thuash? shëngranuar. Çfarë do të thuash? Çfarë do të thuash? Se po me thua që jam e shëmtuar, që jam e shëmtuar, siç ofendon gjithmonë, që jam e shëmtuar, që jam një femër e konsumuar, jam femër e konsumuar dhe ju wish të kesh statusin nën. Jam femër e konsumuar, çfarë do të më thuash Selin? Çfarë do të më thuash Selin? S'ke lënë gjë pa thënë. Okej, atëherë ktheu nga pas, siç e ke zakon te Bieri, siç e bën gjithmonë. Bieri ishte i yti, e ki në kamera, je kthyer gjithsa herë sepse nuk ke argumente dhe ktheu nga pas. Ky niveli jeti. Ky niveli jeti. Kthehesh nga pas dhe i bie të pasmeve. Se këtë argument ke. Ti çfarë niveli je? Ja. Ja, më lart se sa ty jam. Nuk jam kthyer kur nga mbrapa dhe i bie të pasmeve. Okej. Po ti the mas Ta kam vënë se nuk e kam me ty.